Përfiton nga Kosova edhe Kroacia, të gjithë nga njëri tjetri. Pse përfitojmë? Shife, synimi i vendeve të rajonit dhe NATO-s, për shembull që ka bo A500, Adriatikun 5, ku tentojmë të jemi antarë, por kemi ende veto prej Bosnës. Partneritetit për poshtë. Të gjitha këto janë tendencat. Falë burit dhe jo që Shqipnia edhe Kroacia janë antarët NATO-s nuk ka nevojë për Krejt jam në rregull me ty. Po ka nevojë me të ofru dorën e bashkëpunimit. Krejt jam në rregull me dorën e bashkëpunimit si shtete mike. Bravo. Okej, jam dakord. Pra, gjitha këto nisma rajonale, siç është edhe kjo, Adriatiku 5, pastaj nivel më global është PFP-ja, kanë qëllimin me i fut shtetet në relata, në bashkëpunim, për me kriju kapacitete, për me e njoh gjuhën e komunikimit luftarak, operacional, njëra tjetrës, me i sfidu rreziqet që paraqiten në rajonin ku ato gravitojnë. Tani e kemi një marrëveshje trilaterale, me gjitha vendet e Jugosllavisë. Po ki puno NATO Berisha. Po, PFP-ja përfshin krejt vendet e botës kush do me panë në pjesë. Pastaj është NATO që është globale. Pra, Bashkimi Evropian tashti nga zhvillimet e reja dhe qëndrimet e reja të administratës Trump, po mendon 850 miliardë mi fut me kriju me forcizu mbrojtjen e vetë mbrana Bashkimit Evropian. Kosova duhet mendoj se si forcat e veta të integrojnë këtë proces, këtë sistem mbrojtjes lokal. Të gjitha këto njëra tjetër në ndihmojnë. Zoti Berisha, me që je ushtarak karriere duhet me qenë majmotu në Senat. Interpretimet politike. Nuk ka asë një rol ushtarak kjo marrëveshje, Berisha. Asë një rol ushtarak. Ka natën, Kroacia dhe Shqipnia nuk mund me i me mbrojt Kosovë. Si e kam kuptan atër, je kam ndëgjën, ti s'po ndëgjën që po thamë, po të me ndëgju, shka po ki dëshirë me ndëgju. Ti po ki dëshirë me ndëgju, shka po të në ti, po unim ka thëmë një diçka që edhe ti pajtuar. Pra, mund t'i bëni interpretim politik si që abonë ti. Mu ta kjo të dhe atë konotacion. Por unë po thamë, kjo marrëveshje trilaterale e ka atë qëllim çfarë e theksova disa herë. Që në fundit do të çojë forcimi i mbrojtjes të këtyre tri vendeve dhe të tjera që do të gravitojnë tani. Neve po na ndihmojnë. Ndaj sfidave që mund të paraqiten në rajon. Sigurisht është fjala. Pse prej neve përfitojnë? Na kemi qendrën e ekselencës më të mirë në rajon. Qendrën e ekselencës. Dhe pretendohet me qenë shkollë nivel ndërkombëtar. Akademinë ushtarake po thotë. Ja, qendra ekselencës përfshin këto të kërkim shpëtimit e tjera. Ku janë, Zoti Berisha, ku i keni marrë ata ekspertë që s'pedisha unë? Kush? Që pas ki matë mirë? Dëgjëm edhe herë, shka po thonë. Po jo, shumë mirë në dëgjoj. Qendra ekselencës e jo në shma avancuar. Pasha Zotin një mësu parulla politike. Jo, parulla. Sjeni për parlament. Unë e zbëj parulla, Jo, parulla absolute. Unë e të sfidoj kur dushën e të shkojnë qendra ekselencës. Jo, është të certifikuar. Aty binë prej Shqipëria i shkollojnë, për shumë shtetë që kanë dëshirë. Jo, vetëm Ukraina po qendrën e ekselencës, pjesëtarët e ekselencës, qendrës e ekselencës, sot janë në mision ushtarak në Kuvajt. Nuk ka interesant sa janë. Por rëndësishme që janë. Fatkeqësisht janë në komandë. Po çka ka lidhje? Zoti Berisha. Çka ka lidhje? Sipas studimeve të NATO, Zoti Berisha, Kosova mundet me bëni batalion të NATO-s deminim veç. Sa është e vërtet? Edhe kur gjoma, sa është e vërtet? O shumë e vërtet. Zoti Berisha me lexime që ke as pak e vërtet Lili. Absolutisht. Absolutisht. Edhe marrë, më thonë tim unë jam një ndër katër në planin. Çka ka lidhje kjo për forcat amazonase më thonë ti është se është e vërtet. S'është e vërtet? Nuk është e vërtet. A lidh me 1 miliard. Zoti Berisha. Je ka folë me Isë. Këtë që i studio pretendojnë me kone sfert atë ndaj, Zoti Berisha po pasha të Slasun si ekspert. Unë flasë si njëri që më kalu në proces. Nuk është mirë me folë me këtë gjuhë për forcat armatosura të Kosovës. Me cilën gjuhë? Me që gjuhë që ka folë ti? Ti po bëj vesh një batalion. Ti pe domton forse sigurisht. Ja, unë se në dëmtoj. Jo, me politikë ti e domton. Absolutisht. Unë zbëj politik. Unë i kom sytë qelë, unë jo me realist. Unë zbëj politik. Kur është pyetje ushtria. Je politikan, jo unë. Jo, unë s'bëj politik, unë jam ushtarak. Ti s'bën ti politik. Po. Ti e batalion gjenjës s'është e vërtet. Çka ke iku vend? S'është e vërtet. Absolutisht batalion deminimit të ekspertë NATO ka precizuar. Ti minimizove forcat armatosura të Kosovës me një batalion që i ka 150-300 vet. Po. Ja s'është e vërtet, pra. Jo, si ka, sa ti ka të ka janë një batalion. Ti nuk ka, Zoti Berisha ti e ngon vetë. Jo, ti the kështu. Dëgjoj, unë jo fash. Mundet me çuni batalion në NATO ku deminim. Ja. Ti the nuk ka që goni batalion FSK. Jo, Halil, është fush, ke një fush minume. Ke një fush minume. Ajo adim se tutni. Jo, me fol parulla, të dy. Jo, unë zboj parulla.
doli të dy. Gjakun e kom kartër, nëse kom kuq. Absolutisht. Gjoj parulla. Jo me leni parulla se kemi të kaluna. Unë i kom 50 vjetë lexime, o burra. Po, kopi kije. Të forca, po të kesh halit. Po ka dalë ta. Të forca, po të gabim. Ekspertin mos ma luni. Vishni diçka. Unë saluj ekspertin edhe jam ekspert. Këtë thush jam ma ekspert. Vishni e kalzoj. Me ligj, deri në heqjen e kufizimit, 5.000 ka qenë komponente aktive, 3.000 rezervë. A janë 300 vjetë që toa? Nuk. A fshet që ti do të kesh për dorë, po spekulon zoti. Ja, jo po spekuloj, ti ta e çështoj. A më i më thonë unë nuk spekuloj. Po pa dyshim. Unë nuk thash se unë i kam thonë, mos shtin njerëz që na ik fushës me debatu për këtë temë. Ti keq, soç ajo, se kum thonë çato. Po ti e the, lutem. Lutem. Unë kum thonë. Po. Kosova i ko aq sa i ko. S'po du me i numër hiç. Ko edhe informacione tjera, jo veç deminim. Por, NATO thot, ekspertet e NATO thonë, mjafton Kosova nere me na i dhonë dispozicion